Ide në votim, Kush e mbyll vdekje? Unë atje! Unë atje! Kush e mbyll vdekje? Unë shpejt! Unë shpejt! Duhet flasim, Niti. Duhet shprejnë në Unë shpejt atje! Kjo është sabotim, është sabotim. Unë atje! Unë atje! Unë atje! Kjo është i prima, është i sabotim. Unë atje! Niti. Unë atje! Pa ne mos do t'ja oti. Jo! Mos e mbyll. Ore do t'joj këtu. Po, shumë në Facebooku. Faleminderit, rrobë. Nuk në lejnë asë të flasin me të vini një kërkojnë një llogari të shqiptarëve që keni zgjedhur. Qarë bërë shumë, qarë bërë. Nëse nuk ishim të qarë, Së vjen zonë. Shoqëruar me tensione dhe debate, mbledhja e Këshillit Bashkiak në Maliq, e cila ishte thirrur jashtë radhe nga opozita në lidhje me reformën territoriale. Në rendin e ditës ishte parashikuar miratimi i qendrimit zyrtar të Këshillit Bashkiak Maliq për shkrirjen ose jo të bashkisë për t'ia përcjellë Kuvendit të Shqipërisë. Mbledhja ishte njoftuar të zhvillohej rreth orës 10, por për shkak të deklaratës së grupit të këshilltarëve të majt, ku u thanë për të mos u shprehur me vendimarrje në lidhje me propozimin që duhet i dërgojë parlamentit, kryetari i Këshillit ka deklaruar mbylljen e mbledhjes. Takimi zgjati vetëm 20 minuta dhe u mbyll, ndërsa kjo ka shkaktuar reagime nga këshilltarët e opozitës dhe qytetarë të revoltuar. Salla u boshatis nga këshilltarët e majt brenda disa sekondash, ndërkohë që pjesa tjetër e opozitës vijoi me deklaratat. Bashkim përgjithsisht e ka efekte edhe negative, veçanërisht për qytetin e Maliqit, i cili do ta ndjejmë shumë nëse do të kryhet. Ne si traditë në këtë bashki është krijuar që qytetari të sigurojë kontakte me jo vetëm me përfaqësuesit e Ministrisë Administrative, por edhe me kryetarën e bashkisë. Edhe ky është një merak që ekziston në komunitet. Por ne jemi të paqartë me këtë projekt, me këtë projekt reformë. Ajo është një projekt i shkurtër që ne kërkojmë që të kemi sqarime të mëtejshme. Sepse nuk e dim si do të jetë ky qytet, me çfarë kompetenca do jetë ky qytet. Do jetë si njësi administrative a nesër, apo do jetë një qytet që mund të menaxhojë këto njësi administrative. Nuk e dim me ligj si do të bëhet investimet, investimet për fonde për investime apo fonde për shërbime në krahasim me numrin e popullsisë, krahasim me shtrirjen territoriale. Pra janë disa çështje që ne në grupin tonë të këshilltarëve i diskutuam dhe mendojmë që është herë të shprehemi për këtë mendim që ka ngritur opozita. Formën që na ka sjell parlamenti, të gjesat me komunitetin ishte detyrim ligjor i bërë nga bashkia. Megjithatë Këshilli, duke ditur sepse bashkia ndoshta kishte drojtje e vijës së vet politike, ju lutem, jo celularët. Atëherë, që kishte vijën e vet politike dhe përplasjen me qytetarët në të tilla ndodhi, lejuam që të kishim një mendim sa më sabe, të thjesht të vjelur nga komuniteti. Po çfarë dëgjesash pas ka realizuar ky këshill dhe na pas kërka dalë të mbledhi mendimin e komunitetit, kur ky këshill pas kërka qenë i paqartë të vet se çfarë afronte kjo platformë, ky këshill ka zbuluar vetëm një gjë, që siç i thoshim dikur pylli fazanëve në Maliq, kësa radhe na doli që na u kultivua kërka dhe një tip tjetër nga shpendët, dhe ai është struci, që ka futur kokën dhe ka ngritur diçka tjetër, që për respekt tuaj nuk po e publikoj këtu. Në këtë moment kemi marrë dëgjesat dhe komuniteti është shprehur 95-97% kundra bashkimit territorial.
dëgjoni të shpejt, do ja vini në Ore, ishte një votim. Nuk e që votim që projekt të kaluar këndër. Unë shpejt e ti! Po ky është sabotim. Është sabotim. Unë me e ti! Unë e ti! Unë me ti! Unë! Po ky është krim, është sabotim. Unë e ti! Midi. Unë e ti! Ore, nuk sa nuk do t'ja, Jo, jo! Mos e ndimi! Ore, më dëgjoni këtu. Po, Shumë dhe Facebookun, faleminderit, rrok! nuk ka lejnë së flasën e qytetarë. Vini një kërkoni një llogari të shqiptarëve që keni zgjedhur. Çfarë bëhet shumë, çfarë bëhet? Nëse nuk ishin të qartë, Do vjen dot. Faleminderit, rrok! për çfarë pyetën popullin në bigjesa publike? Çfarë po kërkojmë ne do japim bukë qytetarëve, do japim. Sapo ka përfunduar një mbledhje e paprecedent e Këshillit Bashkiak Maliq, një mbledhje e cila ishte thirrur sot jashtë radhe me firmat e 1/3 së anëtarëve të Këshillit Bashkiak me objektin dhe qëllimin e vetëm që këshilltarët e Bashkisë Maliq të shpreshin në mënyrë të qartë në lidhje me atë çfarë ka projekt Partia Socialiste për reformën territoriale. Projekti i tyre është që Bashkia e Maliqit të shkrihet dhe të bashkohet me Korçën dhe qëllimi i kësaj mbledhje ishte që të shprehej ky këshill me një qëndrim zyrtar drejtuar parlamentit në lidhje me se çfarë mendonin këshilltarët bashkiak. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar dëgjesa, ashtu siç dhe ju e dëgjuat dhe u shpreh edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me banorët e Maliqit në të gjithë territorin e saj. Nga informacionet që ne sot kemi marrë, 95% e këtyre banorëve janë shprehur kundër bashkimit të Maliqit me Korçën dhe sot ne prisnim që të gjithë që të merrnim edhe një vendim zyrtar të anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Po çfarë ndodhi? Me një skenar tërësisht sot të përgatitur nga drejtuesi politik i qarkut Korçës Niko Peleshi, nga Gzim Topçiu, vijnë këshilltarët dhe kërkojnë informacione të mëtejshme. Po një pyetje kam sot, çfarë informacione kërkojnë këta kur vetë Niko Peleshi dhe Gzim Topçiu kanë qenë në takim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama? Një gjë dua t'ju them këshilltarëve sot, kur je antar i Këshillit Bashkiak, je aty për të përfaqësuar interesin e qytetarëve të tu. Janë ata që të kanë zgjedhur, nuk je për të përfaqësuar interesa partijake dhe më duket sot se interesat partijake prevaluan mbi interesat e qytetarëve. Kështu që në këto momente unë i bëj thirrje banorëve të Maliqit, tani fuqia është e juaja, e keni ju në dorë dhe ne do t'jemi mbështetja juaj në mënyrë që Maliqi, Bashkia Maliq të mos shkrihet dhe të mos bashkohet me Bashkinë e Korçës. Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare ka një projekt shumë të qartë, 100 bashki. Çka do të thotë që qytetari është në qendër të kësaj reforme dhe në qendër të këtij projekti, sepse shërbimet janë ato që na interesojnë sot për të qenë më pranë qytetarëve dhe sigurisht duhet të jetë bashkia më pranë qytetarit dhe jo qytetari më pranë bashkisë. Kjo është ajo çfarë ne sot prisnim faktikisht një vendim unanim të gjithë këshilltarëve, por ndodhi e kundërta. Faleminderit.